Në një botë ku moda shpesh ndjek rryma të paracaktuara, Ardit Krasniqi nga Prizreni vjen me një stil krejtësisht të veçantë, që e dallon në çdo krijem të tij. Me një vizion artistik që ka përcen kufit klasik të dizajnit, Arditi ka ndërtuar emrin e tij si një ndër talentet më premtues në industrinë e modës shqiptare. Por rruga drejt suksesit nuk ka qenë e lehtë, zgjedhja e një profesioni të cilësuar shpesh si jo tradicional, për meshkujt solli më vete paragjykime dhe sfida të shumta. Në rubrikën Influencë kam kënaqësinë që këtu afër vetës kam dizajnerin Ardit Krasniqi, me të cilën do të ndajmë përvojat e tij si dizajner. Përshëndetje Ardit, faleminderit që ke gjetur kohë me qenë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po nisim me pyetjen se si nisi pasioni dhe dëshira për fushën e dizajnit. Unë si fillim jam konë veç nga vizatimi, po pastaj në shoqënia, rrethi, pak a shumë e shesha në për klasa tjera çapo ndodh. Edhe kisha një farë interesi që me pa pak edhe fushën e dizajnit modës, ishte pak si përvojë atraktive edhe vendosa që me hynë atë fushë. A ka pas dikush në familje ndoshta që u merr edhe sa do të pak ndoshta e keni pas pak atë idenë se çysh mundet me qenë ky profesion? Gjyshja nga ona e mamit ka qenë dhe është duke punu, po ma shumë me veshje tradicionale, ama pak a shumë figurën e makinave e këtëve e kom pa basë sajna, po qështu. Sa ka qenë e vështirë ndoshta si fillim sfidat e para, ndoshta si vizatimi, cilat janë ato sfidat e para, sa ka qenë e vështirë për juve? Në fillim u konë, më vjen marrë tash me i pa dizajnet e para, se unë isha ma shumë nga portretin, nga vizatime portretit ose vizatimet natyrës, po normal me provoj ose me punë shumët, ato arrin tani perfeksionin edhe del diçka e bukur. Ju fillimisht e keni pas pasion vizatimin, apo më tregon pak për atë pjesë? U konë çlirim, ma shkurt puna, lodhja, stresi ose diçka, momenti kur hysha në atë fushë vizatimit, unë u konë si terapi për mu, edhe e kam pak nga ona familjare, një familjare është e ko marrë nga ajo fushën e vizatimit, po... Këto si lojita ca ka qenë e vështirë, ndoshta me mësu edhe qysh me bo strukturën e tyre, veshjat që mi kriju, një herë në skica, po besoj, pastaj edhe në veshja. Në fillim, u konë pak vështirë, nuk una me thonë që s'u konë, shkaku që jam pak tip edhe impulsiv, edhe kur isha që diçka nuk po m'del që ashtu që shumë po du, e shkysha dhe u gjujke. Po, mas nena, normal me punë, e kam pak punën pak me inati, edhe të punu, dikura arrisha me një pikë që nashta nuk u konë 100% që jam, se s'është kur gjë perfekte, amo dhe dikuja arrisha pikën sa ta që unë e dojsha, edhe normal tani puna tjetër është që dhe sa pa arrin të mi kriju që ato. Po sa është e vështirë ndoshta edhe me gjetë stilin që ju i përkesni? Unë stil caktum nuk kam. Normal tash po e njekëm trendet, shkako që moda rikthejet, nuk është nësen që hup, ama munona mu përshtat në gjitha stilet. Nuk e kam në stil të veçantë që muna me thonë që po jam veç për qitë pjesë. Kur gjë punat e prodhimi, normal që është pjesa e materialeve të randa ose që apo dion, ama sa i përket stilit në varet për klienturës ose diçka cilën ata kërkojnë ose që e shoh që është in për momentin ose. A ke vendosur veç me vajza me u marrë këtë pjesën e dizajnit apo mendon edhe me djem me kostume ç'a do të? Po, unë mira veç me gjinin femërore. Është pak më thjesht më u marrë me gjinin femërore sa mashkullore, pse ka një herë disa thonë që është e kundërta. Ama në fakt po foli pe provojës që ka e shkurt që ta shakam,
Ndryshe ose është kuptimin, do me thonë, ndryshe të kuptojnë, momenti kur të vjetë dikush në lokal tonin edhe thotë është mashkull, çka do kof ndaj pantoll ose diçka, ja nisin pak a shumë me të cenu ose me të përqesh. Mënyra e komunikimit. Po, tash është që kjo, profesioni është profesion, pjesa profesionale ndahet me pjesën private, që ato që kam qef me majtë për veti, jo me shpërnda me klient, po me vajza kaloj shumë. Pa mendon që vajzat janë ma detajiste dhe kërkojnë ndoshta është mënyrën perfekte me realizu një veshje? Në atë aspekt përshtat mi, shkako që edhe unë jam pak si shumë detajist, edhe mënona që ato që i thom, që ato që di me i bo, i bëj dhe në pikë të fundit, dhe në maksimum temin, qka zdi, është pjesë tjetër. Pjesë tjetër, tani tham dhe qëtu e di, se perfekt nuk jemi, po mundona me bo punën mës me hudh poshtë mundin. Po, sa po mendon që stili tash është i thjesht, apo lypin ka thjeshtësia më shumë, a ndoshta te materialet e randa, çka po kërkohet më shumë nga klientela? Një gjë që në fakt nuk po më pëlqen më shumë thjeshtësia. Dhe kanë fillu që mosha dytë nështë 30-35 vjet deri në 40 e lypin sa ma thjesht që është e mundshme, kurse vazhet e reja si maturant të diçka kanë qef më konë bling bling, shumë të ekspozume ose çka po diun. Fsone me gur ekstravagante. Është pjesa që kanë qef me rau pak në sy, apo nuk pe di, po më duket që kanë ndru, pjesa e nanës me të vajzat kanë ndru rolet, ama unë për veti jam ma shumë ka thjeshtësia, dhe ide që të jap kam qef me dhonë në detaja që të kombinohen edhe shkojnë njëna me tjetrën e jo diçka e tepërt. E kemi këtu një veshje të ekspozumet juaja që më tha që e keni punu për emision gjatë kohës kur kemi diskutu për me qenë. Për 2 ditë e keni kriju këtë veshje. A nuk është e vështirë me kriju në qoftë prej ides të fillu, apo e keni pas të gatshme? Jo, prej ides ka fillu kjo, paka shumë se disa është pjesa që më kam betë, s'kom di çka me bo me to, desha me prit një moment, po që erdhë momenti me bo për emision, dhe nuk u konë, për mendimin tem nuk u konë e vështirë se ishke pak edhe puna që okej, du të më dalë diçka e mirë. Ma shumë ishke puna se te ideja ose diçka, se zakonisht në kur i bëj idejat, paka shumë përcaktona për material ose çka po du me bo, adin, si lloj pika, po tani gjatë kohës ato ndryshojnë ka pak. Edhe ishke njëherë thësha du me bo full, me bo shumë të mushne, shkaku që okej, jemi në qatë pikë cilin po kanë qef çdo gjë më konë e tepërt, për mendimin tem, po mas anina e shisha që do kemi u gjetë një farë hierarkie. Po mu po mjetë gjudi kaq bukur edhe për 2 ditë e keni realizu? A kaq mjafton ty për me realizu kaq krimet bukra? Një gjë që bëj hajgare me klientull është unë zakonisht punoj pak shpejt. Nuk kam qef me marrë shumë avash ka dole, se po menoj që në qatë shpejtësi del diçka e bukur. Tash është, jo jamja, që ashtu mendoj. Po që ashtu të vini idetë edhe ndoshta inspirimet? Ma herët, tash kur kom dëgju une që po bo 2 muj me prit për me bo një fustan, unë e tham, ato e kem për me dalë për situate, se zakonisht një fustan, një veshje, se diçka mundet me zgatë maksimumit 3 deri në 4 ditë, për mua fjala. Pe idesh zakonisht tash klientula çfarë po kërkon ose diçka me ndryshu, pe idesh në letër tani është pjesa patronit që ajo që është më e rëndësishme, dhe deri te realizimi, masni realizimi është sa një më i thjeshtë. Po cilat janë ndoshta pikat kyçe që te don çdo veshje me i pas? Pika kyçe une mendoj që pjesa e posturës, pjesa nalt, është diçka që në bën një veshje shumë ma tërheqëse, nuk pëndoj gjinit, edhe një medal ka jo pjesë, po është pjesa ma tërheqëse dhe pjesa që zbukuron çdo femën. Edhe mendoj të që ajo pjesë më konë gjithçka në rregull, do me thonë edhe normal është pjesa që ti mu një rehat me që ato qa vesh, po jo diçka me të pengu ose jo po më del qëtu një pjesë, apo qa po dion, që ajo pjesa kyçe, njëherë mu një rehat klientja, masanena të pjesa dekora ose diçka normal me bashkëpunim klientës, edhe mundona me pru rezultatin cilin ajo ka kërku. Ndonjëherë klientët din edhe mos me të kuptu me një farlaj aspekti, se unë edhe pse jam i ri,
e kom një farë përvoje, çast vogël, saqë disa gabime që ato i kërkojnë ose ato nuk e menojnë që del në trup tyve, unë mundona mi ju tregu, mi ju thonë që çështo është pak kisha thonë që del ma bukur, disa më kuptojnë, disa jo, ama ajo tani në fund më ndalë qaj rezultat që ajo më kone knoqën. Idejat e mija mesin veç në gjep tem, se ka paragjykimet shumë ta. Thjesht këtheja me një busqeshje dhe besoj që ai ka me kuptu, ose mas disa vite ka me ardhe me ta prejk shpotllën. A keni pas kësi lloj paragjykime ju? Normal, është... A ka ndiku apo ju kanë forcu më shumë? Jo, në atë pjesë nuk mirë në heq, unë e kam një farë lloj terapie me veten. Dhe mirë në ma shumë me punën tem, që ajo më qetëson, ndërsa dikush që më fol mirë, ja kthej me të mirë, po dikush që këqyr me më cënu ose diçka, dhe që tham një faleminderit, është të fol për muaj. Është e rëndësishme me gjetë vetën, pastaj tjerat nuk ka një profesion është që është i dallum për meshkuj se femra, sidomos dizajni që tash për shumë që ka shumë dizajner, ju vetëm në Kosovë po edhe jashtë botës. Është e rëndësishme me gjetë atë që ty të flenë zemër, besoj. Unë të uroj shumë suksese dhe shpresoj që kemi pas suksese të vazhdueshme gjithmonë. Të falenderoj shumë për ardhjen këtu në rubrikën time, ishte kënaqësi për mua. Faleminderit për juve, faleminderit për ftesën e shihemi prapë përsëri.